mëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Siç po shikoni nga titulli, sot në qendër të videos do të kemi Vjerën. Unë jam lar, jam bërë gati dhe ora është 6:20. Në qoftë se nuk bëhem gati kaq herët, pastaj zgjohet Kian edhe dua 2 orë të bëhem gati. Një sy, një herë ku dëgjoj, domethënë për kaq thjesht sa lyem unë, dua 2 orë të bëhem gati, plus që nuk dua ta le të çaj, kështu që gjithmonë marr kohë, zgjohem në mëngjes herët, shumë herët, kur ai fle, që të marr kohën të bëhem gati dhe mbase edhe të krijoj content. Siç po e thosha, sot kam për 5 ditë ose për 6 ditë Vjerën në shtëpi. Sepse Shtefan është në një udhëtim pune prej 3 ditësh. Edhe e kishte pak problem që të më linte direkt vetëm, por jo vetëm kjo, ishte një arsye për ta shtyrë pra edhe Vjerën që të vinte. Vjera nuk ka ngarkur makinë vetë në autostradë kaq gjatë, gjithmonë me burrin, mirë po babi Shtefanit për momentin ka bërë një operacion në shtyllën kurrizore dhe nuk i lejohet të riulur kaq gjatë. Edhe nuk mund të ngasi makinë, kështu që ajo nis vetë edhe erdhi dhe unë e vlerësoj shumë, kështu që siç ju thash, jam shumë e lumtur që do ta kem një Vjerën për veten time, edhe të bëjmë muhabete të thella apo të kemi vërtet kohë të diskutojmë. Gjithsesi sot videoja do të fokusohet tek gatimi. Tek gatimi që do na bëj Vjera. Dhe Shtefan më ka thënë që mami i vet gatuan shumë mirë. Unë nuk e di, nuk ja u them dot notën, sepse do ja them në fund të videos. Sot do gatuajmë gulash, që është një pjatë hungareze, por e bërë sipas recetës së mamit të Shtefanit. Dhe nuk e di me çfarë do ta kombinojmë, nuk e di se çfarë, gjithsesi do ju marr me vete, përveç gatimit do shkojmë edhe të pim kafe, të ha mëngjes, domethënë kemi një plan, do ha mëngjes, do shkojmë të bëjmë pazarin, do vim në shtëpi, mbase të ushqejmë pak djalin, të dalim një xhiro dhe mbas dite vonë për në darkë, pra kemi për të gatuar edhe për të ngrënë pjatën e gulashit. Kështu që qëndroni me mua në këtë video dhe mbase në fund kemi një recetë shumë të mirë, shumë të thjeshtë që t'ja bëjmë familjarëve tanë. Unë tani do bëjmë gati, nuk e di sa do jemi aftë të xhiroj në makinë, por gjithsesi kur të jemi për të ngrënë mëngjes tek furra ime e preferuar, do lajmërohem. Sa po arritëm tek kafeja, Kiani po fle gjumë, edhe unë e lëviz me këtë këmbën, dhe ne po ha mëngjes. Kemi marrë shumë gjëra, ja do t'ja tregoj unë tërë tavolinën tani. Dhe pastaj kemi për të shkuar në Kaufland, të blejmë diçka për të bërë gulash, edhe ju tregojmë gjithë ditën tonë. Latte macchiato, vezë, croissant dhe salam dhe djath, na bëft mirë. Also, tipisch Gjerman, tipisch Deutsch. Më mbarua mëngjesin. Vjera po merr karocën, sepse do bëjmë blerje tani. Dhe do na gatuaj sot gulash me speca. Ky djali po na fle. Dhe do blejmë gjërat që asaj duhen. Do ja u tregoj më vonë, sepse do ta filmoj kur të gatuajë. Shkojmë. Këto janë blerje deri tani. Të dyja kemi nga një karocë. Pazarin e mbaruam, por radha është shumë e gjatë. Djali shoqyr akoma po na fle, kemi mirë, mbase mund të bëj ndonjë ecje të vogël. Sa po kthyem në shtëpi, ushqeva Kianin, ai tani po thjesht po rikto me mamin dhe me nënën. Dhe fillimisht do ham këtë tiramisun që gatova atje. Dhe pastaj do fillojmë ndoshta me gatimin. Deri tani çdo gjë shkon mirë, jemi kënaqur dhe djali sikur është më mirë tani që është nëna aty. Ka erën e babit ndoshta.
Kështu, po shijoj mirë tiramisun, pastaj do ju mbajtë aptituar. Me qenë se koha është kaq e bukur, do shkojmë të dalim shëtitje nga lumi. Akoma nuk kemi gatuar, ishim në shtëpi deri tani. Ja ku është dhe nëna. Dhe do shkojmë të dalim nga lumi. E po ju thoja që është gjyna mos ta shijosh këtë ditën kaq të bukur me birin e vogël. Nëna po bën gati. Na radio në fytyrë. Nëna po bën gati karrocën. Jep. Edhe nisemi nga lumi. Oma mit dem Enkelsohn. Es ist ein wunderbares Gefühl. Ja, ne? Da fühlt man sich schon ganz stolz als Oma. Ja. Habt ihr gut gemacht. Haben wir dich eine hübsche Enkelsohn Auf geschenkt. jeden Fall. Aber bei den Eltern und bei den Großeltern... Ja, ne? Ja, genau. Es gäbe gar keine Chance, kein schönes Baby zu bekommen. Genau. Da konntet ihr gar nicht so viel schnell falsch machen. Oma hat ganz viel Erfahrung, weil schon 2 andere Male Oma geworden ist. Das ist das 3. Mal. 3 Jungs. 3 Jungs in der Familie. Aber unser Jung hat den Nachnamen. Weiter. Ja, das stimmt. Das ist für in einer deutschen Familie auch ein bisschen, ja wichtig. Stefan ein bisschen wichtig. Wäre sonst der Letzte, ne? Ja. Es gibt keine andere Junge in der Familie, das der Nachname Beleit hat. Ja, jetzt schon. Kian. Kian Eirik Beleit. Wir machen hier kurz eine Runde und dann gehen wir zu Hause und Oma wird für uns kochen. Stefan meinte, dass du machst das beste Gulasch. Okay. Ich bin ganz neugierig. Hoffe ich mal, dass ich dich nicht enttäusche. Dann melde ich mich später, wenn wir zu Hause sind. Okay, Also, wir fangen jetzt an. wir fangen jetzt an. Heute kochen wir Gulasch also Paprika-Gulasch à la Mama. Ja, genau. Okay. Dazu benötigen wir Gulasch, Rindergulasch. 2 Mal haben wir, also 1 Kilo, ne? Ja, wir brauchen viele Zwiebeln. Und wir haben 3 Paprika. Ja, viel Paprika. Ich mogel immer ein bisschen und brauche auch davon. Fertige Gewürz. Ja, das ist ein bisschen schöner für den Geschmack. Ja, okay. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, Paprika. Das müssen wir nachher. Pfeffer, Genau, Paprika, Paprika. Das müssen wir nachher ein bisschen abschmecken. Dazu machen wir Nudeln, ne? Macaroni. Ah, Macaroni, okay. Ja, Ah, stimmt. andersrum. Macaroni. Und wir machen als Gemüse Rotkohl. Okay, das müssen wir nur kochen, oder? Nein, für den Rotkohl brauchen wir auch eine Zwiebel. Okay. Dann Und ein bisschen Zucker. und ein bisschen Zucker. Genau. Okay. Und ein bisschen Wasser noch. Weil der Rotkohl muss auch gerne genauso lange kochen wie der Gulasch. Echt? Das Ich dachte, das war schon vorgekocht. Ja, das ist eigentlich auch fertig. Aber ich finde, das schmeckt besser. Gut, wir essen heute nach Mama, also. Ja, also nach Mama. Genau. Und jetzt schneiden wir als erstes die Zwiebeln. Okay, Und schmoren die ein bisschen an okay, im Öl. okay. Und das Fleisch, das gucke ich gleich nochmal durch. Okay. Wenn das sehr fettig ist, schneide ich das weg. Okay. Aber das sieht eigentlich sehr gut Sehr aus. gut, ja. Okay, aber ich filme deine Hände Genau. und wir zeigen bis am Ende und dann gebe ich dir deine Note am Ende. So. Fangen wir an. Auch ein bisschen Öl. Окей, кто да бъдем лакрене куче, кто да бъдем гулашин. Schneide ich die Zwiebeln. Für den Gulasch. Gulasch wird auch Gulasch, ein das bisschen sie größer. grünche bepacken zum Teil. Man kann auch
Gemüsezwiebeln, also die großen. Ah, okay. Ah, ja, das, was du kaufen wolltest. Ja, das ist egal. Du kannst diese nehmen oder etwas sagen, dass es ein bisschen angeschmort ist. Dann kommt das Fleisch oder Paprika? Okay. 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 Also wenn das Fleisch ein bisschen angeschmort ist, Ja. so wie jetzt, dann würze ich. Dann kommt das Salz drauf. Immer noch Gefühl. Ja, dann kann man immer noch Ja. dazu geben. Pfeffer und Paprika. Cool, ist jetzt auch angeschmort. So, da tun wir jetzt Zucker rein. Apfelbutter machen. Und dann Das Wasser. kommt das Wasser dazu. Okay. Weil es kocht jetzt eine Stunde Okay. ungefähr. Und die Flüssigkeit verkocht ein bisschen. Okay. Und damit das nicht anbrennt, muss man vielleicht noch mal ein bisschen Wasser dazu tun. Okay. Okay. Oh, guck mal, wie viel. Und wir haben schon so ein bisschen Saft, seht ihr das? Mhm. So, genau. Oh, das sieht gut So. aus. Und jetzt? Also das ist ein bisschen getrickst. Ja, aber wieso schwieriger machen, wenn man es leicht haben kann? So sieht das jetzt aus. Ja. Und jetzt kommt zum Schluss Paprika, speca. Paprika rein. Atëherë pasi mishi është bërë mirë në fund për 3 minutat e fundit, a? 3-4 minutat e fundit vjen specat. So dass, Oh, das dass, sieht gut aus. dass die Paprika muss noch bissfest sein. Die konsistencë një so weich. Pra ajo shumë të butat janë kështu si kërce kur të hajnë në gojë. Lieber ein bisschen härter. Unë po bëj gati shmatën e të si shonë, Kianisa për zgjuar, fleti gjumë dhe ne jemi gati për të ngrënë. Edhe nudel. Edhe këtu makaronat, edhe pastaj jemi gati. Ti makaroni. Sieht gut aus. Ja, ne? Und schmeckt auch. Duket shumë e shishme. Do t'ja tregoj në fund fare përfundimin e plot. Dhe ky është përfundimi. Makaronat, gulash dhe lakra e kuqe. Das sieht toll aus, Jutta. Ja, auf jeden Fall. Siehst du. Sehr, sehr lecker. Danke. Na, zet. Përshëndetje nga dita tjetër. Siç ju tregova dje, Vjera gatoi për mua, gatovi një diçka gjermane, që ishte, domethënë gulashi hungares, po në mënyrë siç e gatuan ajo gjermane me këtë lakrën e kuqe, e cila nuk është turshi, është konservë, dhe me makaroni, pastat makaroni. Ishte shumë e mirë, ajo kishte bërë shumë me qëllim dhe ne hëngrëm 2 ditë. Mori dhe Shtefani me vete në punë edhe ishte vërtet shumë e mirë. Unë do ta gatuaj edhe vetë, ishte shumë e thjeshtë siç e patë edhe juve. Thjesht duhet të ble ato qeset që lexojnë gulash. Edhe unë gjithmonë gulashin e kisha menduar me patate, me lëng, gjell me mish, me lëng, me patate. Fakt aty ishte gulashi si salcë që haja me makaronat. Kështu që ishte shumë interesante ta shikoja, ishte shumë interesante ta shikoja dhe Vjenën dhe kishte shumë qejf që po e xhiroja që të tregonte recetën e saj.
Në fakt, gatovi për mua Vjera, sepse sa herë që shkojmë në Hamburg, unë kam 6 vite me Shtefanin, nuk e kisha parë kur në kuzhinë. Gjithmonë që shkojmë, ajo nuk do që të harxoj kohë në kuzhinë, ne forësisim jashtë që të harxojmë sa më shumë kohë bashkë. E unë thash, a di të gatuash ti? A ke qef kuzhinën apo jo? Dhe më tha mua, vërtet s'kam gatuar asnjëherë për ty, edhe ja e bërëm gatimin dhe madje dhe e xhiruam për në YouTube. Që ishte shumë e mirë, më pëlqeu shumë. E hëngra me shumë dëshirë, edhe të doja që ta kisha aq shumë sa të haja një javë rresht, po Vjera tani do me iki edhe nuk është se do ha një javë rresht vëllash. Gjithsesi për ta mbyllur video, doja që t'ju tregoja 2 gjëra të reja që kam bler. Besoj kjo ka filluar kështu në për video që e mbyll duke ju treguar gjëra që kam bler, se tani besoj që më duan edhe disa gjëra të tjera. Atëherë, fillimisht një gjë shumë e rëndësishme, kam bler këto kufjet. Ishte Vjera këtu. Dhe do vi dhe mamin datë 25 dhe po mendonin që të takoheshim dhe nuk merren vesh. Kështu që mendova, pash në TikTok një kufje virale dhe mendova që ta provoja. Janë këto kufjet këtu, Miniso, wireless earbud. Edhe janë kufje që përkthejnë në kohë reale. Normalisht përkthejnë duke u përpjekur që të mos keni zhurma të tjera, po për shembull në rastin e Vjerës tim dhe të mamit tim, në një moment që janë të dyja mund të vendosin këto kufjet edhe të përkthejnë. Edhe ne i provuam me Shtefanin dhe lidhen me një app dhe api përkthen direkt. Pra, njëra vendos njëra kufjen, tjetra vendos kufjen tjetër. Dhe ndërkohë që është në telefon api dhe mund të flasin. Për shembull, Vjera flet gjermanisht dhe mami tim i shkon shqip, kurse mami shkon shqip, kufja e dëgjon, e përkthen dhe Vjerës i shkon gjermanisht dhe mund të flasin një. Dhe e mora për mamin, edhe për nipin dhe për mbesën nga ana e vllajt, ata janë gjysmë shqiptar, gjysmë grek, edhe nuk din asnjë fjalë shqip përveç fjalë të dua shumë të kam xhan, këto gjëra uj buk. Edhe mendova që për mamin dhe është një dhuratë shumë e bukur për Krishtlindje për vitin e ri që të merresh vesh me nipin dhe me mbesën e saj. E di që është pak e vështirë, përkthimi është 99% se unë e testova me Shtefanin, pra jo 100% normalisht ndonjëherë duhet të përshtaten sepse nuk përkthehet çdo gjë fjalë për fjalë, siç e dim është e vështirë, ndonjëherë shqipja ka shumë shprehi në jetën, në zhargonin e përditshëm që është e vështirë që ti përkthesh edhe për neve që mbase kam vite që jetoj në Gjermani dhe e di çfarë do të thotë, por shumë e vështirë që ta përkthej ndonjëherë. Edhe mendova që një dhuratë për Krishtlindje për mamin kjo do ishte shumë e bukur. Edhe do t'ja mësoj kur të vi tani, se do më vi dhe njërë me datë 25 nëntor dhe do ri 3 javë. Deri në 12 vjetor. Jam shumë e lumtur. Edhe e provova njerëz, nuk ja u tregoj dot juve tani se nuk e kam Shtefanin që të vendosnin kufjet, por funksionante. Që ta blini edhe me ulje. Unë këtë nuk e kisha për ta bërë fare në YouTube, po ja u tregoj për qefin tim. Është një produkt që kam porositur në TikTok. Edhe do bëj edhe një video për në TikTok që t'ja u tregoj edhe atje. Mund të shkoni tek TikToku im, edhe të shkoni tek pjesa Showcase. Mbas do ja lë këtu me një screenshot. Edhe aty tek produktet e mia do ta gjeni këtë. Dhe duke qenë se po e blini nga profili im, mund do ta merrni edhe me ulje. Normalisht që unë fitoj një provizion të vogël, por nuk është ky qëllimi, mund ta blini dhe jo në profilin tim, quhet Miniso. Kështu që ja sugjeroj vërtet sidomos juve për shkak që jeni martuar me të huaj apo keni për shkak ndonjëherë që vëllai juaj apo motra është martuar me një të huaj dhe do doni ta dini se çfarë flet ai, mos flet ndonjë gjë ose ajo mbrapa krave. Fat vendosni kufjen, po si t'ja vini kufjen personi tjetër nuk e di. Gjithsesi, ishte vërtet shumë nice. Pastaj kam bler edhe një tripod. E bleva njëherë këtë, po si e zgjuar që jam, i ushtrova njëherë që presion, pak dhunë, edhe e thejva, po unë e kisha bler në, nuk e di, në Temu ose në Shein për 17 euro, ndërkohë që në TikTok e gjeta për 8 euro, dhe është ky tripodi këtu që është me wireless, që është me dritë lartë që mund t'i vendoset kështu dhe mund të zgjatet sa të doni. Selfie-strict tripod, edhe ka edhe dritat që karikojnë dhe i merr me vete dhe mund të bëni fotot tuaja shumë të bukura. Plus që edhe nëse jeni vetë për shkak dhe nuk keni kusht t'ja u bëj fotot, mund të lidhni telefonin me komandusin me wireless, e vendosni tripodin dhe largoheni nga kamera dhe bëni fotot tuaja. Shikoni, këtu janë
këto dritat, nëse nuk gaboj. Ja ku janë dritat. Dhe kanë ngjyra të ndryshme. Okej, 2 copë që I vendosen në pjesën anësore të tripodit. Këtu kemi dhe një kështu instruksion të vogël, po unë tani e di. Dhe këtu vendoset telefoni. Nuk e di se si e bëra, rrotullova këto shumë shpesh. Nuk e di. Edhe këtu është si del kjo? Se di. Ja, shikoni të takus prap. Kjo është kontrolluesi, pra që e lidh me... Ja, prit të hap njërë se mbas të del që kështu. Okej, ja. Kjo lidhet me telefonin, edhe mund duke shtypur këtu, fap, bën foto, shkrepje të vetat. Edhe ja, zgjatet. Nuk e di sa zgjatet. Më gjatë se unë. Pra zgjatet mbi 1,60 cm, që nga goxha I gjatë, edhe ku I vendosen tani dritat. Ja ta shikoj. Okej, dritat I vendosen këtu anash, ja. Ku është tjetra? Edhe këtu në mes vendoset ose kamera ose telefoni. Këtu e lironi që ta lëvizni në kollaj këtë. Edhe voilà. Mund të bëni pasaj foto këto. Okej, edhe madje të ta lëvizni, nuk e di. Kështu që këto ishin 2 vlerë që doja t'jau tregoja. Edhe jam shumë e lumtur që e bleva, sepse gjithmonë duhet të vendos telefonin diku, o bo më ra, o bo s'më ra, plus që këtë mund të mbaj edhe si tripod të vogël. Pra, edhe për të xhiruar, vendos telefonin këtu dhe, shiko, është shumë nice. Kështu, edhe këtë mund ta gjeni tek TikToku im, po ja u le edhe këtë screenshotin e kësaj. Dhe siç ju thash, nuk ka nevojë që ta blini tek TikToku im, po mua më duk shumë nice që t'ju thoja. Duke mbajtur shtypur fiket, pra, po e mësoj edhe vetë, më duk shumë nice që t'ju tregoja. Sepse unë e bleva siç thash në Tema dhe në Shein dhe ishte 17 euro, kurse në TikTok ishte vetëm 7 euro dhe më besoni kjo këtu që ka madje më e mirë sepse është dhe më e gjatë, edhe është më e thjeshtë në përdorim, kështu që më pëlqen. Kështu, këto ishin 2 vlerë, po e mbyll videon këtu edhe shihemi në një video tjetër. Ciao.